Një ditë pas vdekjes tragjike të 27 vjeçarit Mark Prenga, i cili humbi jetën gjatë punës në një shtyllë elektrike në fshatin Ril të Lezhës, prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë në Lezhë ka nisur hetim penal ndaj 4 punonjësve të operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike rajoni Verior. Sipas njoftimit të policisë, në vijim të veprimeve proceduriale të kryera nga oficerët e policisë gjyqësore të prokurorisë së Lezhës, nisi procedimi penal për veprat shkelje rregulloreve të mbrojtjes në punë dhe shpërdorim detyrës për 4 punonjës të OSHE. Ngjarja e rëndë ndodhi në afërsi të nën stacionit elektrik të Rilës, ku 27 vjeçari po punonte për riparimin e një defekti në rrjet. Nga verifikimet e kryera në vend ngjarje, dyshohet se nuk janë zbatuar plotësisht protokollet e sigurisë teknike, përfshirë procedurat e ndërprerjes së energjisë dhe masat mbrojtëse për punonjësit që operojnë në terren. Pikërisht, këto element pritet të jenë në fokus të hetimeve të mëtejshme të prokurorisë, e cila po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes dhe për të përcaktuar përgjegjësitë ligjore.